Ivanka Trump, vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka ndarë së fundmi në rrjetet sociale disa momente nga vizita e saj në Zvërnec dhe përgjatë Bregdetit të Vlorës. Pamjet të publikuara por e saj në Instagram përfshin fotografi dhe video ku spikasin bukuritë natyrore të zonës, deti dhe gjelbërimi karakteristik si edhe pamje panoramike nga larg të ishullit të Sazanit. Videot shoqërohen me këngën e njohur shqiptare Lule Borë. Ivanka Trump qëndroi për 2 ditë në qytetin e Vlorës, ndërsa mbrëmjen e kaluar u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë Edi Rama. Kryeministri Rama u takua me Ivanka Trump edhe gjatë qëndrimit të saj në Vlorë, ku ata darkuan së bashku në praninë e delegacionit që e shoqëronte. Mbrëmjen e së mërkurës, Ivanka Trump zhvilloi një takim informal me kryeministrin Rama në zonën e ujit të ftohtë, ndërsa më pas ata darkuan në një restorant në Orikum. Në këtë takim morën pjesë edhe rreth 60 arkitektë. Ivanka Trump ndorriti në Shqipëri 2 ditë më parë, shoqëruar nga një grup arkitektësh në kuadër të projektit për zhvillimin e ishullit të Sazanit dhe zonës së Zvërnecit.